Biznesi yt është fokusuar gjithmonë tek produktet e bukurisë, siç e thanë dhe të mirëqenies. Këto 11 vite me këtë sëmundjen, që as nuk ja përmendim dot emrin, nuk e di pse është kaq tabu. Jo, duhet përmendur si emër, duhet ta përmendur shumë, sepse ka shumë njerëz, po kapemi ke emrin dhe dolën prapë jashtë pyetjes. Po ka shumë njerëz që kancer, mos na e përmend. Po pse mi zojnë qa është grip, Covid? Ty Covidit mori gjithë ata njerëz. Nuk është asi gjëmi. Jam me kancer, po e vuaj unë, s'po e vuan ti. Është tabu dhe duhet hequr kjo si tabu. Duhet hequr edhe nga pushteti, edhe nga mjekët, edhe nga gjithë si tabu, sepse përfitojnë shumë. Ta hapësh atë tabletën, ti nuk shikon asi gjë. Shef një ilaç të verdh, që qa do lloj pluri që tjetë nuk është diamanti, në qofë se pas ka gjëra më të vlerëshme, se diamanti edhe floriri, pëse shkojmë, gjumojmë blejmë atone, le të varim nga këto kapsulat në përdur. Sa bukur e the, sepse nga që është tabu, ishë rritur edhe çmimi kësaj sëmundjeje. Ja rrit vlerat, pra, ja rrit vlerat e medikamenteve. Po, është edhe e kundërta, është ngritur në pjedestal si sëmundje, jo për si për mirë, si për keq. Në kuptimin që si për mirë nga ana e fitimeve. Të smurit i bën shumë keq. Të smurit i bën keq. Ndërsa, ai si pushtet, ai është shumë fitim prurës. 16.000, sepse unë u lumtoj gjitha nej, i shikoj do më dhe $16.000 është në Amerikë. Qarë ka brënda ajo, qarë mund të ketë? I ke parë për bërësit, qëfar mund ketë ajo kapsul? Për bërësit duhet kesh teknologji për ta parë dhe ti nuk i gjen dot as në internet në njëherë këto që janë spitalore. Jo, nuk ekzistojnë. Por janë shumë fitim prurëse. Edhe në Amerikë është e ribursueshme. Por janë gjithë lojra që bëhen, lojra. Do me thënë fiton shumë më shumë shteti se sa njeriu që është me kancer. Kanceri nuk është një gjë, do me thënë që me pa tjetër duhet jetë vdekje prurës. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që pavarësisht se është një gjë e cila është një bombë, e cila ti e mban kudo me vete. Dhe varet sa ti e liron atë dorën ose atë kapsulën dhe kur do shpërthej.